Në 90 vitorin e lindjes së akademikut Bahri Beci, një prej emrave më të rëndësishëm të gjuhësisë shqiptare, u përkujtua kontributi i tij në studimet e gjuhës. Puna shkencore e akademikut vijon të frymëzojë edhe sot studiuesit e gjuhës. Një nga fushat ku idetet i vazhdojnë të zhvillohen është ajo e kurbës melodike të fjalëve në shqip, një hipotezë që ai e trajtoi në studimet e tij mbi intonacionin dhe strukturën fonetike të gjuhës. Në një farë mënyrë këto vjelje që bëri ai mbetën të pa testuar ndonjëherë sepse edhe laboratorët këtu kanë munguar në nivelin që kanë qenë në Paris kur ai studionte aty. Kështu që meqense katedra në Munich e albanologjisë ka këtë mundësi, ne e vazhdojmë këtë punë sot dhe kemi parë që disa nga idetë inovatore që kishte ai për natyrën e tekstit të shqipes janë në fakt të vërteta. Dhe do doja që ai të ishte gjallë sot edhe t'i dëgjonte këto. Gjatë dekadave të punës së tij shkencore, Bahri Beci la gjurmë në studimet albanologjike, duke ushquar veçanërisht për kërkimet në dialektologji, fonetikë dhe strukturën e shqipes së folur. Përtej figurës së studiuesit, për familjarët ai mbetet mbi të gjitha një baba dhe një njeri përkushtuar ndaj dijes. Ai më na shpreh se gjuha është në zhvillim dhe ai besonte te zhvillimi i gjuhës. E quante atë gati si një gjë të gjallë. Dhe gjuha për të ishte fusha e gjuhësisë, ishte pasion, ishte dashuria e vet shumë e madhe që i kushtoi jetën, por nuk ishte skeptik. Ai besonte që gjuha duhej pasuruar dhe besonte që me zhvillimin edhe gjuha pasurohet. Sigurisht jo me ndikimin e fjalëve të huaja, po ishte pro pasurimit të gjuhës shqipe. Në 90 vitorin e lindjes së tij, figura e akademikut Bahri Beci rikthehet në qendër të vëmendjes jo vetëm si një personalitet i shuar i albanologjisë, por edhe si një mendje kërkimore që vazhdon të ndikojë brezat e rinj të studiuesve të gjuhës shqipe.